Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. U dënua me 1 vit burg për falsifikim dokumentash, Louise Ailey reagon për herë të parë. Louise Ailey, këngëtari i njohur, është dënuar nga gjykata e shkallës së parë të Fierit me 1 vit burg për akuzën e falsifikimit të dokumentave dhe faktikisht ka vendosur ta ankimojë vendimin. Çështja e tij tashmë është regjistruar në gjykatën e apelit me jurisdiksion të përgjithshëm dhe pritet të shqyrtohet më 29 prill. Në këtë dosje figuron i përfshirë edhe shtetasi Fatmir Abdurrahmani, i cili është dënuar me 18 muaj burg. Sipas prokurorisë, Louise Ailey në cilësinë e noterit ka falsifikuar një deklaratë notariale e cila u përdor nga Fatmiri në prokurori për të justifikuar burimin e krijimit të pasurive të sekuestruara në kuadër të një hetimi pasuror të vitit 2021. Dokumenti në fjalë rezultoi manipuluar në përmbajtje por mbante në shkrimin e Aileyt. Hetimet zbuluan se me të njëjtën datë dhe të njëjtën numër repertori dhe koleksioni në regjistrin e noterit Ailey dhe arkivën e akteve notariale të vitit 2015 ekzistonte një deklaratë notariale e ndryshme me palë të tjera të përfshira.